Me vite të tëra ka adresuar dhe ndihmuar nevojtarët dhe kategoritë e rrezikuara, jo vetëm në territorin e Gostivarit, por edhe më gjerë. Zulkader Shabani, emër i njohur për publikun me veprat e tij humane, tashmë disa vite përgatit dhe financon ushqim edhe për marshin tradicional Guri Rafsht, organizuar nga shoqata malore Sharri nga Gostivari. Ushqimi përbëhet nga fasule dhe hallf tradicionale. Kryetari i shoqatës malore Sharri, Qerim Abazi, shpreh i lumtur për respektin që është bërë shoqatës nga kuzhina Vita Abi dhe e falenderon pronarin Zulkader Shabani që edhe si vjet ka përgatitur dhe financuar ushqimin. Falënderimin më të madh e ka Vita Abi, kur u morën vesh se si çdo vjet të organizojmë nga Gostivari, ai shpreh dëshirë, tha, unë do të vi ke shtëpia malore, ushqimin do ta përgatis deri ke shtëpia, ta hanë, tha, gjithë ata mysafirët të ushqimin e ngrohtë. Edhe ashtu u realizou, ushqimi ka qenë në nivelin më të lartë. Falënderimin më të madh i takon Vita Abit. Ushqimi u përgatit të shtëpia malore e shoqatës ku vendosën kazanët. Për këtë gjest, organizatori ka ndarë mirënjohje për kontributin e kuzhinës Vita Abi dhe pronarin e saj Zulkader Shabani, i cili ndër vite ka përgatitur ushqim për këtë marsh tradicional. Vlen të theksohet se kuzhina popullore Vita Abi organizon aksione bamirësie disa herë brenda vitit, sidomos për festat fetare, si dhe dhuron ushqim në baza ditore për shumë nevojtar.